Sot jeni bashkuar një proteste të thirrur në rrjetet sociale. Pse? Kjo është një protestë qytetare dhe të gjithë qytetarët duhet të jenë këtu në shesh, jo vetëm për përmbytjen. Përmbytja ishte një nga elementet e fundit që e gjeti pa përgatitur këtë qytet, tërmeti po ashtu e ka gjetur pa përgatitur. Unë nuk e di çfarë duhet presim më shumë që ne të reagojmë. Sepse detyra e çdo qytetari është që të kërkojë llogari. Kujt? Institucioneve. Bashkia duhet që të pastroj, ta menaxhoj, duhet që të kujdeset për qytetin. Dhe jo të jemi ne ata që ti cilësojmë apo të nënvizojmë problemet që vinë si mos menaxhim i institucioneve. Duhet të ishin më shumë sot në shesh ose prisni të ishin më shumë? Ne gjithmonë presim më shumë, sepse është përmbyt pothuajse gjysma e Durrësit, ose një pjesë më e madhe e Durrësit, dhe të paktën ata që janë përmbytur duhet të ishin këtu. Para ca javësh ka qenë problemi i ndërtesave që do prishen këtu pranë bashkisë, që ishin 72 familje, dhe në protestë ishin më pak se 10 familje. Unë jam një qytetar i thjesht, nuk kam asnjë lloj lidhje, nga përmbytja nuk pata probleme, por mund të kem nesër një nga problemet e tjera që po na vinë nga keq menaxhimi. Shumë faleminderit. Faleminderit.